dëgjues. Ashtu siç më herët unë anonçova, në studion tonë kanë ardhur mësues dhe nxënës të shkollës austriake Peter Merninger. Nuk është hera e parë që ne në studion tonë ftojmë nxënës dhe mësues të kësaj shkolle, sepse motivet për të cilën ato vinë në studio janë vërtet të bukura, janë projekte interesante që tërheqin vëmendjen e një publiku që i kalon kufit e shkollës dhe interesat e nxënësve. Unë do t'ju prezantoj menjëherë me këtë pamje në studio, me pjesëmarrësit e studios së sotme e natyrisht edhe me motivin pse ato kanë ardhur sot në studio. Mirë se keni ardhur në studio, janë nxënëset Samela Lulaj dhe Gjysina Ndoh, nxënëse maturante, por edhe mësuesi i tyre Gernot, do ta ma thoni edhe një herë, Shef Nejt. Më duket presor ju thrasin në shkurt, shef. Shefi, po. Shefi, edhe më vjen mirë që komunikojmë në Shqip, ju jeni nga Austria? Po. Faleminderit për ftesën, është një kënaqësi që kemi ardhur sot edhe po, nga Austria. Është vitin i 8 që jetoj edhe punoj këtu në Shkodër. Edhe si shkon puna me nxënësit, sepse informacionet i kemi shumë entuziaste? Është në vërtet një punë shumë interesant, edhe po më pëlqen shumë këtë punë me nxënësit. Edhe çdo ditë është një aventurë i ri. Çdo ditë një sfidë e re për të përballuar, natyrisht. Jeni udhëheqës i projekteve të nxënësve apo jeni marrë pikërisht me projektin e Samelës dhe Gjystinës? Unë jep land ekonomi në klasën 3, por edhe disa projekte kemi në shkollë ku merrem pjesë në disa konkurs kombëtar dhe ndërkombëtar. Edhe ka nevojë gjithmonë për një, si në futboll, një coach. Po, një trajner. Po. Një mbështetës, çdo njeri madje që në vogëli, por edhe gjersa të jetë jeta ka nevojë për ta mbështetur. Aq më shumë nxënësit që janë në rrugën e formimit të dijeve të tyre edhe në rrugën e personalitetit, gjë që janë të pandara dhe që një mësues krahas udhëheqjes së njohurive shkencore mbështet edhe psikologjikisht edhe nga ana shpirtërore nxënësit në mënyrë që ata të ndjejnë veten të sigurt. Mirë, nxënësit që kanë ardhur sot në studio janë, do thosha, ndër nxënëset e veçanta të shkollës suaj, kanë ardhur me një projekt shumë interesant, shumë të bukur që i drejtohet pikërisht edhe zonës sonë, kanë ardhur me një projekt për bimësinë mjekësore, por kanë edhe një ambicje mjaft të madhe. Ata janë përzgjedhur në grupin e nxënësve në 5 shkollat më të mira në Austri, sepse shkolla është austriake dhe bën pjesë në sistemin arsimor të atjeshëm, natyrisht dhe shqiptar, njëkohësisht, por që janë vlerësuar në këtë konkurs dhe madje është një konkurs që vijon dhe javën e ardhshme keni finalen, apo jo? Unë së fillim ju përshëndes edhe një herë për ardhjen në studio dhe ju uroj për projektin që keni bërë duke ju dhënë një, si thua, një falënderim dhe një urim edhe për vazhdimsinë e tij. Faleminderit për ftesën radhë parë. Është kënaqësia jone që na sot ftuam, edhe që na dhënë mundësia me prezantu projektin tonë në Radio Shkodra. Siç e thatë edhe vetë, projekti jonë jo vetëm që ka lidhje me informatikën, por jena mundu që me bashku 2 gjëra të rëndësishme. Vendin ton, zhvillimin e vendit ton edhe informatikën. Kështu, ne na nili kjo ide që me kriju një faqe ku bim të vendit ton me mujt mi shfaq atë me informacionet ndryshme, përdorimin e tyne edhe shumë tjera që njerëzit e vendit ton me kanë të informuar për këtë gjë. Me që dihet se në vendin ton rriten shumë bimë mjekësore, edhe njerëzit i përllojnë këto, po në fakt nuk ja din tamam në vlerat e tyne edhe nuk ashtë si i përdorin. Këto bimë thjesht eksportohen edhe përdoren për i vendeve të tjera. Kështu na ka lind ideja me që në vitin e 5, siç dihet në shkollën tonë ne jena detyruar me bën një temë diplomet. Mas shumë kërkimeve,
Ideja jonë ishte që mos me realizu vetëm një ide për temën tonë diplomës, vetëm për shkollën, por edhe për vendin. Sa e bukur. Madje do thosha që bimet që ju keni marrë në projektin tuaj janë bim autoktone, siç janë kamomili, hitra, sherbela, levando dhe mendra. Të gjitha janë bimë të njohura nga komuniteti këtu në Shkodër dhe janë bimë që rriten në Shqipëri, por që vlerat e tyre mjekësore duhet gjithmonë më shumë të njihen. Ashtu siç keni thënë edhe në projektin tuaj, duke u referuar shifrave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbi 80% e popullsisë botërore i drejtohen bimëve mjekësore për patologjitë e ndryshme. Duke parë në këtë vështrim vërtet projekti dhe vëmendja juaj ngjall një interes të veçantë. Mirë, ju jeni një grup apo jo Gjustina? Po jena një grup prej 2, jena unë dhe Samela. Si bashkëpunuar ju për idenë fillestare dhe për ta zhvilluar këtë ide? Kjo ide në fakt na erdhi nga profesori jon Gernot, që ishte thjesht duke mendu që trit sot nuk i njohin këta bim, ishte ma tepër për trit. Duke qenë se interneti përdoret shumë ditë e sotme, ishte një ide shumë e mirë që me i vu këto gjane informacione në një faqe, një platformë, ku ka informacione për bim, si që thame, ka receta për smundjet ndryshme, një dhimbje barku, dhimbje koket, sepse njerëzit, kur ka një dhimbje tillë, një shqetësim, një stres, gjaja parë që bajnë është me shu një farmaci edhe me ble disa tableta, dhe nuk e mendojnë që këta kanë efekte anësore të dëmshme për shëndetin tonë. Edhe pse jo a din me përdor një çaj kamomili, një çaj sherbele që ne kanë shumë pozitivisht në shëndetin tonë. Po, kjo është një projekt që ju e keni bërë duke mbledhur më shumë informacion, apo edhe keni hullumtuar gjëra interesante të veçanta ju vetë, që ndoshta edhe më herët nuk janë shumë të zbuluara? Ne kena fillu si fillim me informacionet, masi na ka ardhur ideja, sepse ne kena pas shumë ide në fakt, edhe kena ardhur në përfunimin të mbledh ide të ndryshme dhe të i bëtë na bashk një faqe internetit. E vështira e këtij projektit, në fakt, pjesa më e vështirë ka qenë mbledhja e informacioneve, pasi në Shqip ka shumë pak informacione për sa i përket bimëve mjekësore. Kena kërkuar në bibliotekën e Shkodrës, libra, kena gjetë pak libra. Mbështetësi jon kryesor ka qenë profesori jon Shefnet, i cili na ka ndihmuar me disa libra në gjuhën gjermane. Ne kena përkthy këta libra, edhe shumica e informacioneve, domethënë, janë prej librave që na ka përë profesori. Po mirë, këto i formëzuat në një faqe interneti dhe në projektin tuaj. Kur u përballet me shkollën, me profesorët, sepse ju jeni një shkollë që përgjithsisht keni drejtimin e IT-s, teknologjisë së informacionit, ndërkohë që objekti juaj është biologjia, bimësia. Si bashkuat ju të dyja këto? Në fakt, kjo ide u mbështet shumë prej shkollës tonë, sidomos prej drejtorit tonë Josef Fashing. Ishte një ide, i pëlqej shumë kjo ide dhe na mbështeti që me kriju këtë faqe. Në fakt, ne jena fokusu ma tepër në anë teknike të faqes, sepse ka qenë edhe diplomë dhe kja ka qenë kryesorja, por ka qenë një gjë interesante dhe kena mësu edhe ne shumë gjana për këtë, edhe kena menu që ka me qenë shumë e vlefshme. Përveç si diplomë. Ndërkohë, ju po përballeni edhe me një konkurim që besoj nuk është krejt, nuk është as pak i lehtë, sepse keni konkuruar me projektet e maturave ose nxënësve të tjerë në Austri. Si u lindi mendimi që të shkoni ta pasqyronit këtë projekt edhe në një përballje, në një kompeticion, siç mund të jetë ky mes maturantëve të shkollave austriake? Atëherë, si fillim, ne kena marrë pjesë një konkurs tjetër, në cilin Shqipëria është hera parë që merr pjesë, edhe është Changemaker Albania. Ky konkurs është në vende të tjera si Austria, Bosnia-Hercegovina dhe Bullgaria, është bë vite më parë, si thash edhe më përpara, Shqipënia është hera parë, edhe morëm një mbështetje për 1.000 euro që ne me vazhdojmë realizimin e këtij projekti, me vazhdojmë atej.
Pastaj morëm pjesë tek Jugend Inovativ, inovacioni të rrive në Austri, Vjen. Ne jena njoft me këtë konkurs që në vitin e tretë në fakt, sepse si që dhije në shkollën tonë vitin e tretë kryhet ose bëhet plani i biznesit dhe gjitha grupet e shkollës tonë morën pjesë. Më pas prej 400 sa aplikimeve u zgjollen diçka tek 100 sa për në gjysmë finale, nga të cilët ishim edhe ne, morëm pjesë në Vjen gjysmë finale, ku morëm biletën edhe për në finale. Dhe javën e ardhshme kemi finale në Jugend Inovativ në Vjen në kategorinë design. Pra, do të paraqisni këtë projekt aty. Cilat janë ambicjet tuaja? Ne, si që thatë edhe ju, kena fillu me pak bim, sepse si fillim rëndësishme ka kanë fillimi, që faqja me pas çdo funksionalitet, në faqen tonë nuk është vetëm me lexu edhe me marrë informacione, por ka opsione tjera me shtu bim të reja ose me ndryshu një bim, me editu një bim, dhe në më thanë në qofë se ka ndryshime të reja, me shtu i diçka ose me heqi diçka. Mendoni se jeni ndër konkurrentët e fortë javën e ardhshme në konkursin që zhvillohet në Austri? Përderisa jena një ndër 5 grupet e përzgjedhura në tonë Austrinë, gjitha shkollat austriake të Austrisë, mendoj që jena një ndër grupet e forta. Pse mendoni, pse keni paraqit diçka origjinale nga zona jonë, nga vendi ynë, pse keni paraqitur bukur atë, apo keni fuqi të madhe argumentuese? Unë mendoj që ndërthurja të neve bashkë bën më të mirën, por ne jena mënu që faqja jonë jo vetëm me pas tanë funksionalitetet, por mu dukt edhe bukur, pasi ana jashtme, sa është e parëndësishme, është edhe shumë e rëndësishme, edhe kjo është edhe arsyeja pse ne kena apliku në kategorinë design, tek bima.al mund shihni edhe faqen tonë për më tepër. Çdo gjë është ngjyrat janë kombinume që për synin e njerëzve më kanë sa më tërheqëse. Profesor, keni qenë në këtë projekt, por edhe në vazhdimsi ashtu siç thatë më herët, prej 8 vitesh pranë këtyre nxënësve. Si shihni ju perspektivat e tyre dhe pikërisht këtë arritje që këto kanë, jo vetëm në lëndët e shkollës, por edhe të projekte që realizojnë? Pra, diçka veçantë edhe bashkë me shkolla austriake që kemi është për të lidhur realiteti që ekziston momentalisht në Shqipëri me një teknologji i ri që mund të hap edhe për një klient, për një mosh, për tanë adolescent në Shqipëri, një mundësi për të marrë informacion më lehtë edhe për të shikon ndoshta perspektivë vendit më qartë. Kjo është një gjë e bukur. Ju i ndiqni nxënësit në rrugën e tyre, jo vetëm mësimore, por edhe në projektet e tyre. Çfarë dalloni tek studentët shqiptar? Do të thonë çfarë nolet me çfarë ka të dallueshme në personalitetin e tyre? Për albanische studenten, schüler. Po, kjo është një pyetje interesant, sepse për mua si pedagog, sfida është për të hap sytë studentëve që mund të shifin vetë çfarë mundësi ka. Për shembull, unë kam qenë fascinuar gjithmonë për potencial që ekziston këtu. Normal që student duhet të largoj ndoshta për disa vitesh për të marrë edhe sa më shumë informacion jashtë shtetit me një studim për shembull, por unë jam sigurt që shumic do kthehen prapë sepse potencial ka ma shumë edhe ma bukur këtu në vend. Sa bukur e thatë, megjithatë këto janë studente të arshme, besoj? Vajza? Do të aplikoni për studimet më tejshme? Po. Keni zgjedhur universitetet e vendit apo ato të huaja?
kena apliku të të dyja, dona më apliku në Austri kena apliku, por edhe këto sigurisht. Po, Samila? Gjithashtu, me që aplikimet në Austri në shumë universitete janë më para pak diç, kena apliku në Austri, por edhe në Shqipëni sigurisht sepse është veni jonë edhe si dihet. Po, kjo është diçka shumë e bukur. E rëndësishme është që të jeni shumë të motivuar për të mbërritur tek ai destinacion që ju mendoni, të bëheni vajza nxënës të shkolluar në mënyrë që më pas të keni rrugë të hapura në jetë, apo jo? Si studioni ju? Sepse me sa shoh me gjuhën gjermane jeni mjaft të avancuar dhe flisni mjaft lirshëm, por njëkohësisht keni edhe rezultate të mira në mësime. Sa i kushtoni kohë studimit? Ne në fakt pjesën më të madhe të ditës e kalojmë shkollë sepse jena prej 9 deri mbas dite ka ora 4 jena në shkollë, edhe pjesa më e madhe e mësimeve në fakt përvetësohen në shkollë, por edhe në shtëpi normalisht ka kohën e vet atë çdo gjë. Ne jena një, siç e dim, një shkollë me sistem arsimimi austriak, edhe matura jonë njihet edhe në Austri, edhe për këtë arsye kena mundësi me studiu atje. Edhe kështu që edhe niveli i gjermanisht është shumë i mirë, sepse mund të aplikojmë shumë thjesht atë sikur jena student austriak. Por edhe gjithashtu edhe maturë austriake, maturë shqiptare marrim në fund këtij viti. Domethënë, këtë vit ka qenë pak e ngarkuar sepse kena 2 matura të bashkë, edhe atë austriake edhe atë shqiptare. Dhe që të ndjekësh një shkollë të tillë siç është shkolla austriake, duhesh me patjetër të kesh një nivel të lartë përgatitje, një mesatare të lartë dhe shumë vullnet. Shkollën austriake këtu në Shkodër, po, bëhet fjalë. Vullnet duhet me pas për çdo shkollë, për mendimin tim, por shkolla janë siç dihet tashmë fillon qysh në klasë 7. Edhe një nxënës nuk duhet me pas një hëri gjuhës gjermane për me fillu në shkollën tonë, sepse gjithçka fillon nga zero, edhe marrën vitin e 5 me nivelin C1. Pra gjithsesi, po, profesor? Ja, ky është një mundësi veçantë, më duket që edhe nxënësit mund të provojnë në klasë 7, 8 edhe 9. A pëlqeu, a ka mundësi për të vazhdojnë, ose për të mbaruar në klasën 9 dhe ndryshoj prapë për një sistem tjetër? E kuptoj, pra është një periudhë prove, e gjithashtu edhe përgatitje për të vijuar më pas klasat më të larta. Mirë, do të rikthehem edhe një herë projektit tuaj, sepse javën që vjen natyrisht keni një përballje, keni emocione, si do ta paraqisni atë, që t'ju bëjmë edhe ne tifo nga këtu. Po? Është shumë e rëndësishme për ne që mu paraqit sa më mirë, sepse marrja pjesë në shumë konkurse na ka motivu neve edhe me ecë më përpara, me që kena kuptu që të tjerë të mbështesin projektin ton, edhe nuk kena nalë me kaq. Mendoj që kena marrë shumë mbështetje, por kena nevojë prapë edhe për më shumë. Po natyrisht të gjithë me ju jemi. Ndërkohë profesor, duke qenë se ju jeni nga Austria dhe aty ka konkurrent austriak, gjendeni përpara emocionesh apo jo? Nuk është herë një parë. Më të drejtën ne provojmë çdo vit për të marrë pjesë, edhe disa herë kemi mundësi. Edhe ky është edhe diçka shumë bukur që ne më të drejtën jemi një lloj nivel si shkolla austriake në Austri. Edhe ky është një. Keni qenë ndonjëherë në finale? Po, një herë në vitin 2014. Kemi qenë atje me një projekt tjetër, ashtu që për mu personalisht është shumë i rëndësishme që ne si bashkë me nxënësit, bashkë me projektit që kemi bërë gati këtu në Shkodër, mund të marr pjesë edhe në konkursin ndërkombëtar në Europë. Të nderuar dëgjues, edhe ju ndoshta e ndjeni emocionet e këtyre vajzave të reja, por edhe profesorit që u heq në rrugën e tyre. Do të dëshiroja që edhe të bashkohem me mendimin tuaj ton të përbashkët, t'u jepnim mbështetjen tonë, meqense shohim vërtet vendosmëri, seriozitet, punë tek këto vajza adoleshente dhe në rrugën e formimit të tyre të dijeve,
për të mbërritur suksesin, për të kapur natyrisht ëndrrën e tyre dhe për të patur një formim gjithmonë më të mirë shkencor dhe njerëzor. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studion Mirëmëngjes Shkodër, e cila gjithmonë është e interesuar për promovimin e vlerave. Ju falenderoj, nuk është hera e parë që vinë nxënës dhe mësues të shkollës austriake dhe natyrisht janë të mirëpritur gjithmonë me projektet e tyre, me idetë e tyre të reja, ashtu siç janë të mirëpritur të gjithë të rinj të shkollat e tjera për të pasqyruar atë nivel që ata kanë mbërritur dhe ato destinacione që rruga e dijes u shkon. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, suksese javën ardhshme dhe unë dhe Mirëmëngjes Shkodër, por të gjithë jemi të interesuar për të ditur rezultatin tuaj. Sa më lart në tabelën e klasifikimit, madje qofshi dhe fitues. Faleminderit.